Another one. Përshëndetje. Mirë se keni ardhur dhe për këtë ditë dhe për këtë javë. Do a them sot përshëndetje, nuk e them çdo ditë tani, so bëm bajat. Unë uroj shumë që ta keni kaluar bukur shumë fundjavën dhe të jeni non-stop dhe plot e përplot me energji për të nisur një javë shumë të këndshme, se ka nga këto që kanë ditët e fundit në punë dhe mezi presin të japin fund për të vajtur në pushime. Ka nga këto që janë gjithkohë duke bler bikini të reja, bla bla bla, sepse po projektojnë pushimet e tjerë, ka këto që janë në proces të sipër duke prerë biletat, nga ato që do punojnë fare edhe nuk kanë fare kështu dëshirë për të involvuar në këto ide të bërit pushime. Gjithsesi, cila do kategori mirë t'jeni përpara ekranit dhe të ndiqni Fun Day në këto momente, është mënyra më interesante e alternativë për të freskuar mes ditëve tuaja nga ora 3 deri në orën 5. Ajo që është më interesante është që ka qenë shumë vap, me thënë drejtën, dhe vazhdon të jetë shumë vap, kështu që kufizojeni lëvizjet gjatë ditës, dilni nga ora 9 dhe mbrapa sa atëherë është freskët. Edhe për këtë arsye, domethënë kjo është një gjë më shumë e mirë, sepse ju bën që të qëndroni para ekranit dhe të ndiqni Fun Day që do të vijë ditën e sotme. Kemi shumë gjëra interesante. Sigurisht është verë dhe gjëja që shohim më shumë nëpër Instagram janë truprat e femrave të zhveshura për shembull. Kështu që kjo për këtë do të flasim, po një version tjetër. Janë bikinit që janë më trend në këtë periudhë, duke sjellë disa nga vajzat e showbizit, të cilat i kanë veshur dhe duken realisht shumë seksi dhe të bukura. Do t'i sillen në një top 5. Do të flasim për lajmet më in të momentit, po mendoj, thashë themet më pikante të kësaj fundjave sa i takon showbizit shqiptar. Një këngë të re nga Bebe Rexha edhe Louis Tomlinson e kemi që do ta shohim pak më vonë, na surprizoi ky bashkëpunim, nuk e prisnim. Do flasim për 10 shenjat e pagabueshme që tregojnë se ai është një dhe i vetmi dhe është i duhur e tjerë. Do flasim për Brooklyn Beckham, shumë këngë bukura do të kemi dhe një të ftuar i cili është prodhim X Factor, një konkurrent në X Factor, ka deri tani 5 produksione të tij në treg. Artisti i ri që do promovoj këngën e tij më të fundit Sartë, dhe kemi pas pak në studio për të folur për këtë projekt, po edhe për Sartin në veçantë. Tani sillim këngën e parë dhe filluam. Ka disa raste kur nis emision zhullu jam akoma në gjumë dhe nuk marr vesh çfarë po bëj dhe ndos që harroj ule pak keshën se kesha marr më shumë vrur të thënë, jemi pak për gjumë akoma. Dhe harrova të bëj parakalipin më sensual që qarkullon vërdall, që është ai i strishave. Ndryshe është ftesa e hapur që bëjmë për gjithë ato që janë të dhënë pas rrjeteve sociale për të bërë pjesë e jona, sepse vetëm gjëra interesante të këndshme dhe pozitive do të merrni nga Facebook, nga Instagram, nga Twitter, nga kanali jonë YouTube dhe websajti intv.al, ku mund të na vizitoni në çdo moment që ju doni, gjithmonë në emrin Intv Albania. Mos harroni të ndiqni parakalimin që bëfatjoni. Kam ide ty ta kujton parakalimin strishave, se jo unë, për të jam e sigurt. Mos harroni gjithashtu të votoni këngën tuaj të preferuar shqiptare në intv.al/top 10. Fare thjesht mund zgjedhësh një ndër këngët të preferuara shqiptare që ti dëgjon non-stop për ta bërë pjesë të çarit muzikor të javës, cilën ne do premte në pjesën e dytë të Fun Day. Pa gëzuar njerë, gëzuarit lindin gjithë ato që festojnë. I përgëzojmë edhe ju urojmë vetëm gjëra të bukura, edhe ju shkoft java gjitha me festime. Pavarësisht se kur feston një lindje, okej, merr dhuratë, po të qenasësh që dy janë. Kjo është pjesa pak fare e sikletshme. Ka festuar ditën e shtunë Selena Gomez, dhe që kemi qenë kështu, wow, si mund ta ketë festuar, bla bla bla. Ka festuar në mënyrë më të thjeshtë mundshme, teksa ka ngrënë një drek me dashurin e saj The Weeknd, janë të dy me rroba sport duke u vërdallisur Sunday. Këtë nuk pati asgjë të tipit wow, çfarë po ndodh. 25 vjetorin Selena Gomez. Të dielën pastaj festoi /52 vjetorin dhe sot festoi një ndër femrat më seksi, më në formë, më të bukura të Hollywoodit, siç është Jennifer Lopez. Është 50 minus 2 vite, dhe 2 vite ndaj nga 50 vjetori i saj, është 48 vjeç në ditën e sotme, por kjo është mosha më fiktive që mund të keni parë ndonjëherë, se ajo vazhdon duket si një ndër vajzat më seksi të para ndonjëherë në Hollywood. Ne sillim tani. Do bëjmë pak atë rezumen, ndryshe, e gjitha atyre lajme më interesante që kanë qarkulluar gjatë kësaj fundjave në rrjetet sociale, nëpër portalet roz, e të tjerë. Tani, Olta Boka, ne mbajmën shumë e vogël ka përfaqësuar Shqipërinë në Euroson me shumë polemika që pati aso kohë për përfaqësimin e saj, por që ja doli mjaft mirë. Olta Boka mbeti një ndër artiste që nuk rri asnjëherë pa çmim dinjitoz në kënga magjike, edhe nga artistët live, dhe unë e njoh personalisht me vërtet një vajzë shumë e mirë. Gjithmonë ka mbajtur shumë të rezervuar jetën e saj personale, derisa shpreheu në këtë fundjavë, nuk është se ka treguar diçka më shumë, Olta, por ka qenë paparazzi ato që kanë parë diçka më shumë. Në fund, delës ke partneri i kësaj të fundit,
Janë disa foto ku Olta Boka dhe partneri dashuri i saj po pushojnë, janë në plazh dhe paparacit nuk e kanë humbur këtë moment për t'i fotografuar teksa janë me njëri tjetrin, përqafojnë etj. Kemi edhe foton më saktë dhe më mirë. Bëhet fjalë për djalin e deputetit të LSI-s Shezai Rokaj, Iv Rokaj, për të pedagogu imi me thënë drejtën, duhet fus mik Oltën, tani e kuptova. Dhe është përfolur te i mathe për marrëdhënien e tyre. Si kundër për një tjetër marrëdhënie me pikpyetje është përfolur. Ajo midis Libertës dhe Flor Majesi. Të përfol që midis tyre kishte një marrëdhënie dashurie në fillim, kur Flor Majesi u shpërngul për në Prishtinë për të jetuar atje, mendoi që këto të dy u bëfshin një marrëdhënie dashurie, bla bla bla. Pastaj u mendoi që këto dy janë ndarë dhe nuk janë me njëri tjetrin, teksa është pyetur Liberta për të fundit, ka thënë, lajmet vinë e ikin, por njerëzit mbesin. Tani hajde kuptoja, a ka lidhje kjo me pyetjen që i kanë bërë Libertës? Unë nuk di them, po çrëci ka kjo e fundit. Stërmbesa e Skënderbeut njerëz do të vi me klipin e ri. Sofi Kastrioti është emri dhe mbiemri i kësaj të fundit. Ajo ka lançuar në Instagramin e saj që shumë shpejt do të vi me një videoklip zyrtar. Madje flitet, ka falendëruar fansët e gjithë, flitet që Sofi dhe Skivi i Baba Stars janë në një lidhje dashurie për shumë kohësh, por çka se nuk i kanë konfirmuar kështu me pikë mbi i këto zëra. Ronela Ajati ka bërë 9 këngë për gjatë gjithë këtyre kohëve dhe tani më do të vim një tjetër bashkëpunim me Lyrika Elson që ka bërë tritën në maksimum pritshmëritë për këtë produksion dhe madje ka thënë që është kënga më seksi që kam bërë ndonjëherë. Ka thënë vetë Ronela, le ta presim dhe këtë produksion si dhe produksion tjetër veror. Do të shkojmë tani te kënga më e fundit e Demi Lovato. Ajo është vetëm 19 vjeç dhe është një ndër personazhet më të talentuar që ne kemi parë në 2 vitet që po lëm pas, domethënë 2 vitet e shkuara. Po flasim kështu për Zara Larsson, veç kësaj, bashkitur me talentin që ka, ajo është realisht shumë e bukur dhe një pjesë e mirë e vëmendjes mediatike ka shkuar dhe për bukurinë e saj. Po flasim për Zara Larsson, për të ne do ndajmë disa informacione sa i takon këtij personazhi, vetëm 19 vjeç, e cila ka dhe një motër më të vogël që gjithashtu këndon dhe ka edhe një band të saj. Ishte vetëm 10 vjeç kur ka fituar kompeticionin e parë që e lidhi kështu edhe me muzikën, ndryshe ishte Sweden Got Talent, duke qenë se Zara është nga Suedia, edhe pa çka famës madhe që ka marrë vitet e fundit dhe fitimeve të mëdha, ajo vazhdon të jetojë në Suedi së bashku me familjen, ka studiuar për shumë vite balet, kështu që prisni ndonjë këngë të Zarës, kështu plot me koreografi, është 1.70 e gjatë dhe është një fanse e madhe e Beyoncé. Ndër të tjera, dy pasionet e saj përpos muzikës janë udhëtimet edhe non-stop don që kur thon vetëm të dëgjoj pafund muzikë. Beson që jeta fillon pas 25-ave, kështu që do të më duhen edhe një 4 vite, mbase një 6 vite për ta pyetur këtë të shkretën se çfarë do të ndodh. Singulli i parë që ajo ka performuar para një publiku ka qenë Life Will Always Go On dhe ja ka dalë definitivisht me këtë fund, mbetet një vokal super, një pamje super, një personazh shumë i dashur për mbar botën. Është suedezja Zara Larsson. El amor es así. Për gjithë ato që thonë jo, edhe nuk gjejnë dot justifikimin e duhur, sot pas kemi goxha material që mund t'i shkruani, t'i nënfizoni, t'i kopjoni dhe t'i përdorni në përditshmërinë tuaj. Po flasim për justifikimin që përdorni më shpesh. Kjo është pyetja që ne kemi postuar në Facebook Into Vallbinja sapo ka mbaruar puntata e shkuar së premtes Fan Day në 72.00 dhe komentet tuaja do t'i lexojmë tani. Njëkohësisht bëhet edhe ftesa për prezencën tuaj në të gjitha rrjetet tona sociale, në Facebook, në Instagram, në Twitter, në kanalin tonë në YouTube dhe në website-in intv.al. Tani, Megi Murizi thot, kur nuk përgjigjem në rrjetet sociale, them gjithmonë më kishte mbaruar oferta. Klodian Baraj thot, jam i zënë duke parë në TV. Besha ka thot, u them trotë shpërtoja më plak. Enkeleda thot, haj Fatmush, unë zakonisht nuk përdor justifikime, por kur isha në shkollë dhe vjen me vonesë thoja profesoreshës që kisha harruar të vendosja telefonin në alarm dhe nuk më doli gjumi. Dori thot, 1 minutë se erdha, dhe ti fat më prit vetëm 1 minutë sa ta çoj tek TV, pastaj lexo komentin tim. Ti kthehem nga fundi prapi pjesë. Drejtjeta thot, justifikimi që përdor më shumë, harrova se kam qenë shumë e zënë. Angela thot se mbaj mend, jam i lodh. Jo, Nir thot justifikimi që përdor më shumë është harrova fare. Edhe Arlini thot harroj, thjesht Acy thot kam gjedhur në zjarr, s'kam kohë. Seli çfarë të bëja ose s'kisha punë. Lea thot justifikimi që përdor më shumë është kam punë. Harrova fare, thot edhe Irda. Iliri thot ika se nuk kam kohë. Nuk kam kohë për to, thot Eriksoni. Kam punë, thot dhe Kristi, s'kam nerva, thot Jona. Hajde justifikim, hajde. Idba thot e kam telefonin pa karikim. Erhaldi duke di. Enidona justifikimi që përdor më shpesh është kam punë.
Turi Prenga thot zdu, hajde justifikime hajde, dhe Anis Fetau thot se bëra unë. Faleminderit shumë për gjithë justifikimet që na keni thënë, tani e dim që po na thatë në një nga këto fjalët janë absolutisht justifikime. Do të shkojmë tek një tjetër hapësirë muzikore. Është ndëruar tani më në personazh Brooklyn Beckham, ne shpeshherë e shohim në fokusin e medias për gjërat që bën, edhe sepse është i bukur i dheut njëre para punës, edhe duke ardhur nga një familje që është gjithmonë pjesë e vëmendjes më të madhe mediatike, që është ajo e David Beckham edhe Victoria Beckham, nuk mund të ndodhte ndryshe. Së fundmi, paparacët kanë fokusuar një moment interesant midis tij dhe dashur, duke na bërë kështu që ta vërtetojmë se më kjo është në lidhje Brooklyn Beckham. Ne kemi dhe fotot që i kanë rrëshqitur, edhe Brooklyn Beckham, ndryshe djali David edhe Victoria Beckham duket se është hedhur kokën në një romans të re, tash themet për të kishin filluar qarkullonin edhe më herët, por ishte djaloshi 18 vjeçar ai që konfirmoi gjithçka, ose më saktë u kap mat edhe nuk kishte ç'të bënte. Është në një raport dashurie me këngëtarin Madison Beer, janë shfaqur duke u puthur në buzë, bëhet me dije se dyshja frekuentohet me njëri tjetrin prej shumë kohësh, një sër takimesh romantike, madje është bërë serioze puna, saqë kanë ngrënë darkë edhe me vjerrën, me Victoria Beckham, ja ka prezantuar dhe mamit gocë, si situata realisht po bëhet serioze dhe Brooklyn është vetëm 18 vjeç. Ylala, sa gjëra kemi për të parë deri atëherë. Do të shkojmë tek një ndër këngët më fiksuese të momentit, Chasing Heights. Do të shkojmë tek pjesa ku ne gjithmonë flasim për Hot of the Day ose për këto këngët që sapo janë lançuar dhe sapo kanë dalë nga furra. E radhës është ajo e Bebe Rexha. Në fakt kujtja merrte mendja që Bibi Rexha pasi erdhi bëri pushim në Shqipëri, pastaj vajti në Greqi, u përfol për 1000 gjëra të tjera interesante. Do të po flitet edhe për një produksion muzikor që e solli jo më larg se këtë fundjavë. Nuk e merrte mendja njeriu që do bashkëpunonte me Louis, që është një ndër anëtarët Louis Tomlinson, është një ndër anëtarët e One Direction. Sollën së bashku këngën e titulluar Back to You, një këngë shumë interesante referuar te tekstit, Bebe duket shumë në formë dhe ka marrë shumë kritike sa i takon kimisë me gjithë dy protagonistëve të këtij produksioni, që ka bërë që të funksiononte më mirë ky bashkëpunim. Nuk është herë e parë që Bebe Rexha i këndon dashurisë së humbur, mbasi kjo ka qenë dhe pika ku i ka bashkuar të dy artistët, dhe do të sillim tani Back to You më e fundit nga Bebe Rexha. Okej, sot kemi të ftuar një 2 metra çun. Një 2 metra çun. Që unë komplimente do i kem pak më të shumta se herë të zakonshme, për faktin se ne kemi ylala. Unë për ty. Dhe ti për mua do bësh atë për se s'ke nga të shkosh. Po s'ke nevojë për komplimente. Ke marrë dhe për forcim. Ai do të kapion. Që të na i thonë nga larg komplimente. I shkruajnë edhe. Sardi, përshëndetje, mirë se erdhe në Fandi. Faleminderit. Mirë se të gjeta, se u bë shumë kohë pa u takuar. U bë, Goxhan e takojmë rrugën me Shqipëri, më shumë se sa për kafe. Po kështu. Po njerësie, gjithë të kohë pa u parë. Më thonin pa gjumë është... Vërtet, kjo është sëmundje e momentit. Është sëmundje e momentit, është gjë edhe e mirë, mendoj se. Po mirë, unë jam pa gjumë për qef, ti je pa gjumë për qef o për punë? Për punë, më shumë për punë. Po, Më shumë për punë se... Shqyqër Zotit në më thënë janë edhe këto periudat që së të lënë të pushosh. E thëmë shqyqër Zotit se ti pse thëmë. po bra. Po janë këto momentet që me vërtet ke punë për të bërë dhe ndjesh i gjallë. Kështu që kjo është më... A do thotë kjo që ti s'ke bërë pushime? Kjo do të thotë që s'kam bërë asnjë ditë pushime. Qa thua, do bësh apo? Realisht vetëm 2 ditë plazh, kështu... Po shumë e ngjyrën që Goxhani, më mirë se më gjurë, i kam bërë sa fundjavëra. Thjesht 2 ditë që kam bërë kur ishim për punë. A dhe e shfrytëzova? Po dhe e shfrytëzova, po jo pushim tamam. E di si është puna që ta nisim nga ja publiku të njeh si Sardi që doli nga X Factor. Ti e mban mend veten si Sardi X Factorit apo? Po e mbaj mend periudhën e X Factorit, po se di, s'do e kategorizoja veten më të Sardi X Factorit. Do të thënë kam filluar të marr një profil tani edhe më është dashur shumë kohë që përpiqem edhe ta heq këtë, do të thonë është edhe barr, është edhe një lloj ngecje që të ngecën, do të thonë dhe është e vështirë ta heqësh, po tani kam punuar, do të thonë janë bërë goxha 4-5 vjet. Sa e vogël kam qenë unë. Për zotin, sa e vogël ke qenë kaq. Bashkë me të dhe shumë tuaj për nejse, ta lëmë më njëjtë. Shumë ke qenë kur, se këtë ta kam thënë gjithmonë, do të ti e di. Aldo fol. Është Dëgjoj, tani u bën shumë kohë që ti po merresh me projekte solo,
ti ke patur një kohë pas shkosh në X Factor dhe një bandën tënde, është e rëndësishme që të performosh live, apo e shikon si mundësi alternative që të krijosh një ekipin tënd, bandën tënde, të fillosh dhe me muzikë, duke qenë se ti je artist i live-it? Në fakt, gja kam filluar ky vit ka qenë më ndryshe për sa i përket live-eve dhe kam filluar të kem atë, siç edhe vetë, atë ekipin tim, po është pak domethënë më mirë me hapat ngadalë dhe të sigurt, që ti jetë diçka që të nguli rrënjë. Dhe këto, kam filluar me live-et, më pëlqen muzika live shumë drejtë, nuk ndahem dot nga ajo, se më pëlqen ajo muzika akustike, muzika me bendin, është gjithmonë t'jep më shumë emocion. Po ty ka pasur shumë edhe muzika rock, ama u ndave nga ajo. S'është e vërtetë. Nuk vazhdon më pëlqen, por ajo që kam zgjedhur të këndoj është të zgjedh një profil timin dhe të sjell domethënë diçka mix mbase. Diçka domethënë që më përfaqësoj më së miri, po edhe të kapi edhe ato të momentit, jo të jemi shumë të vjetra, unë s'jam pro shumë të sjellurit diçka të vjetër. Jam të sjellurit diçka të vjetër, po me një mënyrë pak më të re. Si kind of remake, pak a shumë. shumë. E kuptoj. Tani, është shumë e rëndësishme që të depërtosh në tregun edhe t'jesh i përfolur. Normalisht e ke pasur vështirë një kohë si rreth let sepse ishe tashmë i njohur për publikun nga X Factor dhe performancat tuaja që kanë qenë gjithmonë shumë buka, vlen teksohet. A nuk është më e thjeshtë ndodh në 90% të rasteve marrë një personazh që është shumë i famshëm në muzikë apo në media bla bla bla, bëj një bashkëpunim dhe kështu i quajnë sikur gjysmën e punës e kanë bërë. Ti ke njohet, a nuk ishte më e thjeshtë për ty të bëje këtë? Jo gjithmonë është e thjeshtë. Domethënë, unë mendoj për të ardhmen më shumë dhe i hedh hapat që të shoh një të nesër. E sotshmja nuk është e thjeshtë të kapet, prandaj nuk është domethënë gjithmonë e thjeshtë të bësh një bashkëpunim dhe ta mbyllësh me aq. Duhet me pas se ç'a vjen pas bashkëpunimit. Kështu që mendoj se duhet të jem fillimisht gati unë si person që edhe një bashkëpunim mos ta marr shumë si ndihmë thjesht për të më dhënë një emër të madh, një pompim fame. Por duhet të kem diçka të bërë gati vetë, domethënë, në mënyrë që të jem më i sigurt dhe më rehat. A është vetëm muzika dashuria më e madhe një të apo paralelisht po merresh me diçka tjetër? Muzika është dashuria më e madhe e jetës. Edhe është gjëja domethënë që nuk pa të sri dot. Është diçka që e kam pas gjithmonë, jo tani vitet e fundit. Po paralelisht merrem edhe me disa gjëra, domethënë në lidhje me muzikën merrem me shumë gjëra. Gjithë lidhje me muzikën. Po ka edhe nga ato që lidhen fare me muzikën, është për shembull filozofia që mua më pëlqen shumë, jam në një kurs filozofie. Wow. Po. Deri ti ku prap lidhet me muzikën se ti do fusësh duart në çdo klip mundshëm që do të bësh. E sigurt, po. Domethënë lidhet edhe kjo, po doja t'i gjeja shumë nga atë. Doja të gjej patjetër një përgjigje. Një përgjigje ndryshe. Në fakt, ti ke bërë tani më një javë që ke lançuar këngën tënde më të fundit. Në fakt tani do të bëj një pyetje që praktikisht ua bëj gjithëve që sjellin këngën dhe e promovojnë këtu në Fan Day. Nga dita e lançimit, mbase më herët, sa herë ke parë produksionin tënd? Wow, çfarë pyetje. Është shumë e lezetshme. Po, realisht shumë shpesh. Në vërtet? Shumë. Më zhdashur domethënë të merrem me disa detaje para se dilte kënga dhe më duhet ta dëgjoja shumë. Qoftë edhe para se të bëj klipi, domethënë që të kishte ato motivet e duhura, që mbase ka disa gjëra që mungojnë, po prapë janë për të parë te projektet e tjera. Gjithmonë domethënë ka pasi del kënga edhe pasi finalizohet ka gjithmonë gjëra ekstra. Po gjen gabime kushte veten, gjëra që s'pëlqejnë mbase? Po gjej. Po si është e vështirë. Nuk është e vështirë sepse gjithmonë kur nxjerr diçka sado ndryshe nga herët e tjera, sado më e përmirësuar të jetë, prap ka vend. Domethënë gjithmonë do ketë vend, edhe është nice kështu. Kjo është gjë e mirë. Nuk e di sa miliona herë ke parë, po do ta shtojmë dhe një më shumë duke parë të një bashku. Nuk mos the plane për pushime kishe bërë, apo do vazhdosh të punosh? Nuk është të kam bërë, por e di që do bëj. Pa pushime nuk e lë. Do i bësh nga shtatori dhe ti si vipat? Nga shtatori, jo, mbase nga tetori. Kjo është periudha e pushimeve që i kam periudhën e preferuar. Do thënë, preferoj më shumë pushimet në malë, thënë drejtën. Në vërtet? Jo detë dhe plazhe dhe... Edhe detin. E adhuroj, më pëlqen shumë, po më shumë për pushime jam te natyra,
vendet malore. Se interesante. Po është e Se kisha çuditshme. dëgjuar, po shumë e çuditshme Shumë realisht. çuditshme të vetja. Tani, ne dëgjuam këngën. Unë dua di çfarë ka dashur Sardi thot në këtë këngë. Ty në një. Është shumë e thjeshtë edhe nga titulli. 2-1. Po çfarë janë këto 2-1? Në fakt flet më shumë për një tjetër dimension ku ti futesh domethënë kur je në një moment flirti, diçka crush, diçka e tillë, domethënë futesh në një është si tjetër dimension, si tjetër botë. Dhe domethënë është gjithë bota ku jeni vetëm ju dy. Interesante. Praktikisht unë edhe ajo, po. Ka shumë elemente në fakt që mund të tregoj nga teksti. Pjesa për shembull kur me një cigare magjike Po futesh. çfarë kishe, sa doja ta pyesja dhe ndole vet. Çfarë thot cigare magjike? Në fakt simbolikisht është ajo që si thuash merr nga kjo lidhja ose ky flirti që po thoja, ajo që të futet si drogë dhe të pushton, ke nevojë për të, janë gjitha këto tjerat pastaj. Për cilën po Folëm më përpara për filozofinë, nuk e lë të harroj. E ke shkruar vetë këngën? Po, tekstin po. Ndërsa muzika është kompozuar nga Jerken Syka, për disa të herë që unë punoj me Jerkensin. Jam ndjerë rahat, thënë drejtën, sepse projekti ka nisur shumë muaj më përpara, ka nisur domethënë diçka nga dhjetori. Demot e para, derisa kemi rënë dakord se ishin disa demo, ram dakord për këtë se kjo ishte ajo me vërtet që ngelte më shumë. Dhe teksti më ka ardhur si thosh realisht shumë natyrshëm. Ishte diçka domethënë që vetë kënga ta jepte mundësinë që ti krijojë një tekst të thjeshtë dhe shumë të lezetshëm. Kur është xhiruar tamam kënga o Sardi? Kënga është xhiruar nga fundi majit, fillim qershorit. Kështu është për gjatë kohë. Po, relativisht. Zbulosh pak lokacionin se kur e shih klipin të bën bam që nuk është një lokacion që e ke pash herë, base edhe në për videoklipë, se po bëhen shumë videoklipe që janë të xhiruar në të njëjtin vend. Është xhiruar në Stamboll, në Turqi. Edhe them drejtën këtë vit dua të mbaj. Do thënë jo t'i bëj me domosdoshmërisht jashtë, po t'i bëj domethënë me xhirime sa më të thjeshta që të tregojnë domethënë të jenë diçka e prekshme. Pastaj ajo që sillet më vonë nga montazhi e tjera është tjetër gjë. Realisht tjetër gjë është puna finale që ta sjelli si film, ose ta sjelli si diçka shumë reale. Po dua të kap gjëra shumë thjeshta, shumë të prekshme, jo gjëra domethënë mbase do kem edhe klipe me çuditëra, po Duket njohur, jam e sigurt që do i kesh. Tani, ndodhe edhe diçka tjetër, meqense edhe kënga fliste për flirtin, e të tjerë, të ndodhi të kish ndonjë flirt me gocën në videoklipit për shkakun. Po ndodh. Jo, në fakt, ajo goca ishte figurante e klipit dhe Nuk se ishte e mirë. Mi ishte shumë e lezetshme. Po, të thënë drejtën, unë se kam takuar derisa kam mbaruar xhirimet ato ditë që isha për një javë në Stamboll dhe kemi mbaruar xhirimet, pastaj pjesa tjetër e xhirimeve kanë vazhduar, pjesë nga qyteti, xhirimet e vajzës që është në klip. Do thënë janë bërë gjërat edhe pa qenë unë aty sepse s'mund të isha gjatë gjithë kohës. Po, kafen e kemi lënë për kur të shkoj për klipin tjetër në Stamboll. Do të thënë, është një klip tjetër në mendje. Është një klip tjetër, janë disa në fakt. Tani prej disa kohësh jam bërë pjesë e një labeli që është realisht një mundësi shumë e madhe, Eran Pro Music. Dhe tani domethënë ajo që po bëjmë është po punojmë shumë që të kemi disa materiale dhe vitin tjetër do jetë full. Plot me materiale, njëri pas tjetrin. Si fund bisedës që jemi, kam dhe një pyetje të fundit, apo e mendon si një gjë që do ndodhë shpejt në bashkëpunim me një artist tjetër? Po, të drejtën po, tani ka ardhur momenti, domethënë kam lançuar diku te 5 këngë dhe tani ka ardhur momenti domethënë që të filloj të mendoj edhe për një bashkëpunim. Deri tani nuk e kam pas shumë të nevojshme, të drejtën. S'ke patur goxha për të treguar. Pikërisht. Edhe kam pasur edhe shumë për të mësuar, domethënë nga vetja se ku rri më shumë, te cila rrym dhe. Po gjet edhe bashkëpunëtor në ideal. Po mirë, të ka vajtur ndonjë mendim në kokë kështu kush mund të jetë ideali për një bashkëpunim? Kam shumë mendime,
Ore, duke mund në kamerë kështu, lakurishme Jo, nuk dukesh mu do mos e vizmokesh. Ose me vendos të... Ja. Edhe... Dhe ka shumë bashkëpunime, kam shumë miq që i kam menduar, edhe thënë drejtë nuk di të zgjedh, domethënë, kështu që kam vendosur që nëse hap me bashkëpunime do vazhdoj. Që kem disa... Gjithë emra që ken kokë të i bësh bashkëpunim që mos kesh vërtetësi në të zgjedhurit njëri. Kem disa variante. Po deri diku domethënë janë disa emra reperash, kështu që domethënë ta ajo mund përshtaten besoj më shumë. Që të jetë një bashkëpunim shumë interesante kam idenë. Mirë, unë s'dua të tregoj më shumë se e di që s'do të tregoni se kështu e kemi. Nuk ka personazh që tregove, e vetëm gjë që dëgjoj më shpesh në intervistave është dua ta lë surprizë. Jo, mund ta lë surprizë, por s'ka problem. Më duhet. Sard, faleminderit shumë që ishe me mua sot. E kemi nisur javën të dytë të përgjumur, po ç'në ka kjo. Suksese në çdo produksion, edhe do të shihemi projekte të tjera. I think you don't want my heart, maybe you just hate the... Tani kemi një studim shumë interesant, ku flasim kështu për 10 shenja që tregojnë që ai është i pagabueshëm, është i duhur, është perfekt. Kështu që goca me lapse letër në rast se i dashuri juaj apo djalin me cilin po frekuentoni në këtë moment të gëzon këto tipare, ç'bëni mbajeni për vete. Konkretisht, studimin mund ta gjeni apo çfarë lloj shkrimi të tipologjisë lifestyle dhe kështu të këndshme përfshirë horoskopin do të mund t'i gjeni në Intv.al në një seksion të veçantë dedikuar këtyre të fundit. Tani, së pari ju bën të buzëqeshni, të qeshni non-stop gjatë gjithë kohës, domethënë është fani edhe i këndshëm. Mban mend çdo gjë që ti bën dhe çdo veprim që ti bën. Nuk është vetëm një dashur, por edhe një shok që të suporton te mase, e mban fjalën që je, të inspiron të jesh gjithmonë më e mirë se që je, të mëson gjëra të reja, të pranon ashtu siç je, është shumë fani dhe ja vlen të dalësh me të, ka gjithmonë një zgjidhje për çdo problem se ne vdesim të kemi një hero. Edhe së fundi është shumë kënaqëre për ty edhe për atë që ti bën. Dhe po i pati të gjitha këto, pastaj do fillosh të këndosh si Shakira me Namoro, që ne sillim tani. Unë thash dhe në hyjet Fandej Top 5 ditës së sotme ju dedikohet trendit më të fundit të verës, që janë këto bikinit, këto që do shohim tani. Janë 5 personazhe të famshëm që i kanë veshur, ne i shohim. Është Albana Osmani në pushimet e saj të fundit shfaqur 8 sekse me bikinit në fjalë, ku ka marrë shumë komente pozitive. Është në Malta me sa kemi parë, për të kaluar tek një personazh që gjithë vitin e shohim me bikinit, ç'është vërteta, është Aurela Hoxha kjo e fundit. Shuhet për forma trupore, është shumë seksi dhe për bikini gjithmonë interesante që vesh. Një tjetër bukurosh është kjo radhës, është Viola Spiro, Instagrami i saj tani më është ndërruar një blog me vende dhe veshje realisht shumë të bukura. Për të kaluar tek një tjetër modele e radhës është Francesca Jace dhe për ta përmbyllur sërish me një tjetër modele, gjithashtu bikinit e shumë nuk i mungojnë dhe fotot saj natyre, Dorina Gegici. Këto ishin 5 personazhe që në një farë mënyrë tregojnë kush janë trendet e kësaj vere dhe bikinit më që ju duhet t'i vishni. Unë nuk e kuptoj se si nxjihen me ato bikini, po sa për një foto realisht ja vlen. Do të shkojmë tani tek Ledri dhe Young Zerka me Nona. Sot në 17:2.00 do të mund të ndiqni Behind the Music, dokumentari që në mënyrë shumë interesante sjell jetën e artistëve më in dhe më në zë botërorit momentit, duke filluar kështu nga periudha kur ato nuk ishin fare të famshëm, nga vegjëlia e tyre, duke shkuar përtej në provat apo tentativat për të qenë në fokusin e label dhe shtëpive të produksionit, në këto momente të errta të karrierës së tyre dhe deri në ditët e sotme. Nuk di kush është personazhi, po do ta zbulojmë sot në orën 17:00. Një orë më vonë do të kalojmë tek Krip dhe Piper, një takimi përditshëm i Alfios dhe Indritit me gjithë ju, duke sjellë një recetë për gjithë ato që e duan kuzhinën. Po 30 minuta më vonë keni gjithashtu një takim tjetër të përditshëm atë me Ilirin, i cili sjell edicionin informativ. Mos harroni në 19:00 janë trejat me çunat me Rudin dhe Mateo non-stop çdo ditë nga hëna të premte jeni me shumë gjëra aktuale edhe batuta madje pafund. Gjithashtu do të shohim Geek Room me Jonkon dhe sot do ta nisim javën, sigurisht ne transmetojmë filma pothuajse çdo ditë në orën 9 të darkës, do ta nisim javën me një film romantik, dedikohet syr komedive romantike, kështu që për gjithë të dashuruarit është e hëna pa diskutim. Wild Thought nga Rihanna, DJ Khaled dhe Bryson Tyler vjen tani.
Ka përfunduar Fandej edhe për ditën e sotme, duke nisur kështu një javë sa më të mbar, por gjithë ju shpresoj që të jetë të tillë edhe duke mbajtur mend takimin ton të radhës që është i përditshëm, kur fundet nga hera të premte në 15:02.00 me gjithë këtu për të fokusuar tek energjia e mirë, tek gjërat e thjeshta dhe për të kryer një mision që është ai për të freskuar këto ditë nxehta të verës. Pihet i merrni vet, ne sillim gjëra të këndshme për gjatë 2 orëve të formatit. Na ndiqni në gjitha rrjetet tona sociale, në Facebook, në Instagram, në Twitter, në kanalin tonë në YouTube dhe në website-in intv.al. Mos harroni të votoni edhe këngën tuaj të preferuar shqiptare në intv.al/top10 duke na ndihmuar kështu që të krijojmë listën e 10 këngëve më të mira, listë e cila transmetohet të premte në pjesën e dytë të Fandej dhe të dielën në 10 mëngjesit në In Radio 105.7. Kaq për sot, javë të mbarë, urojmë dashuri.